mbaroj unë, pastaj. Zotri, kur ti drejtohesh ti kraut këte, duhet ta lash mirë gojën. Dëgjove, edhe ngrije kokën. Laje mirë gojën, sepse edhe për këto që thua, zotrote, nxirri ato tashi, timi, pimi, dini, vini, tani ti je i akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash. Për korrupsion dhe pastrim parash, ja i aty. Dhe ne s'kemi thënë asgjë më shumë se sa kanë thënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kanë shpallur 9 grada për korrupsion, thuaj po apo jo? Drejtësia në Shqipëri të ka marrë të pandehur për korrupsion. Pra, të zotrote, je akuzuar për korrupsion. Dhe tani, të vish këtu dhe të bësh të ndershmin, të flasish në emër të drejtësisë, dhe madje të bësh ti emisari për të sjellë haberet e drejtësisë, ti që 1-2 herë në muaj shkon para drejtësisë